Qytetarët Firak kanë dalë për 2 ditë radhazi në protestën lokale kundra projektit të Zvërnecit dhe që në media ndërkombëtare po njihet si revolucioni i flamingove. 10 qytetarë me pankarta në duar dhe thirrjet kundër kryeministrit Rama kanë kërkuar që Shqipëria të shpëtojë nga kthetrat e grabitësve. Protestuesit e mbledhur në sheshin qendror të qytetit në fjalimet e tyre kanë kërkuar një demokraci normale për të gjithë qytetarët, një shtet ku qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë llogari, kur preket prona, ligji, mjedisi dhe pasuritë publike. Ndërkohë për aktivistin Elis Baba, edhe Darzeza do të jetë bregdeti pasanikëve pasi është pjesë e të njëjtit masterplan, ndaj fjerakët duhet të protestojnë sot më fuqishëm se kurrë. Darzeza është një natyrë jo ndërprer nga narta. Është i njëjti bregdet, i njëjta tipologji e natyrës dhe për fat keq është pjesë e njëjtit masterplan që kanë këta oligarkët për ta coptuar. Dhe unë kam parë disa projekte që me siguri një nga ato do fitoj, dhe të gjitha ato kanë si plan coptimin dhe shfrytëzimin masiv për oligarkët, që do të thotë ajo zonë mbrojtur zhduket. Në Nart do ndërtohen vila për pasanikët, edhe objekte deri në 4 kate, dhe do jetë vetëm një zonë elitare ku ne qytetarët e ndershëm të këtij vendi vetëm do ta nuhasim nga larg ose kur do na japin një kafe këta pasanikët mund të shkojmë. Dhe në zonën e Darzezës që po e përmendim është prap pjesë në zgjedhjet e kaluara, Cianoklosi me Belindën dhe nuk e di kush tjetër ishin në Fier dhe prezantuan projektin. Është e njëjta gjë. Aty do jetë zona rekreative sepse ka një fushë shtrirje më të madhe dhe aty mund krijohen kampet e golfit, gjë që s'mund bëhet në Nart. Kështu që këta pasanik do dëfrehen, do jetojnë në Nart, do i hipin skafit apo jahtit dhe do vend luajnë golf dhe të hanë peshk në Darzezë dhe kur duan edhe pak histori nga bota e shqiptarëve, do shkon dhe ke muzeu themi në Sazan ku do bëjnë lojra të çuditshme atje apo siç kanë bërë në ishujt e pasanikëve që ne dimë. Tubimi ka vijuar në rrugët e qytetit duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen kësaj kauze që për herë të parë po i vendos qytetarët në qendër të vëmendjes së mediave botërore për qytetari.